Dy të mitur kanë në prangat të policisë pas një ngjarje të rëndë që ndodhi një ditë më parë pranë gjimnazit Ibrahim Rugova në Kamës. Utre bashkëmoshatarët e tyre mbetën të plagosur si pasojë një sherrit të dhunshëm me thika. Sipas burimeve nga vendngjarja, konflikti mes të rinjve kishte nisur 2 ditë më herët për motive të lehta, përkatësisht një debat banal me pretendimin pse moshe, i cili më pas eskaloi në përplasje fizike dhe përdorim të armëve të ftohta. Gjatë sherrit, njëri prej adoleshentëve mori 2 plagë të rënda në zonën e kraharorit, ku njëra nga goditjet me thik i preku mushkërinë. Aktualisht ai ndodhet në kujdesin intensiv të mjekëve dhe po monitorohet nga specialist për të kaluar rrezikun për jetën. Një tjetër 16 vjeçar, i cili gjithashtu ka marrë plagë në të njëjtin rajon të trupit, ndodhet jashtë rrezikut për jetën pas trajtimit në spital. Ndërkohë, adoleshenti i tretë i përfshirë në incident ka marrë lëndime më të lehta dhe është liruar për të vazhduar rikuperimin në shtëpi. Policia ka nisur një hetim të thelluar për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe për të identifikuar mjetin e përdorur në përleshje, konkretisht ikën që shërbeu si armë. Pavarësisht arrestimit të 2 personave të dyshuar si autor të plagosjes, hetimet po vijojnë për të verifikuar dëshmitë e marra në vendngjarje, si dhe për të kuptuar nëse në konflikt ishin të përfshirë dhe persona të tjerë që mund të kenë kontribuar në agravimin e situatës.